Cili ishte mesazhi kryesor i deklaratës pavarësisë? Si kundër tham, deklarata e pavarësisë u shkruhet nga ky njeri 33 vjeçar, që ishte gjenin. Mund të thuhet ky njeri që dinte një 7 gjuhë të huaja, Thomas Jeffersoni, jetonte në Monticello, në një shtëpi që kishte ndërtuar vetë, ishte arkitekt. Domethënë, ishte ekonomist, është presidenti i 3 i Shteteve të Bashkuara. Është figurë e jashtëzakonshme në historinë e Amerikës, në historinë botërore, do të thosha. Kjo atë që quhet demokracia jeffersoniane. Ky duhet të jetë ideali i gjithë demokracive. Demokracia jeffersoniane, ky duhet të jetë ideali i demokracisë shqiptare, që fatkeqësisht nuk arritur kurrë në atë nivel. Është e dhimbshme. Do të thotë që njerëzit kanë drejta të barabarta, njerëzit ecin përpara në jetë dhe asnjë lloj qeverisje nuk është në gjendje që ta marrë këtyre. Tani, kjo më saktë thuhet në deklaratë. Jeffersoni fillon kështu: kur në harkun e historisë njerëzore, kjo është fjali e parë, një pushtet ose një qeverisje përpiqet që t'i imponojë kombit tjetër idetë e veta ose dhunë e vet, dhe këto nuk pranohen nga kombi tjetër, atëherë është e drejta e këtij kombit, i cili po dhunohet ose po detyrohet që t'i shkëputësi lidhjet me kombin tjetër. Bëj fjalë për Anglinë. Pastaj vazhdon ajo fjalia tjetër, e cila është edhe kom. Ne mbajmë të drejta që të jenë vetë treguese, që gjithë njerëzit janë krijuar një lloj dhe atyre u është dhënë, u është falur nga krijuesi. Ai ishte Zoti, është koncepti ku mbështeti disa të drejtat patjetërsueshme, ndërmjet cilave është jeta, liria dhe kërkimi i lumturisë. Do të thonë, çdo njeri lind me këto 3 drejta: jetë, liri, kërkimi i lumturisë. Do thoshti jeta mund dalë një kriminal dhe i merr jetën dikujt, okay? Atëherë do të paguaj çmimin për jetën që ka marrë. Liria është koncepti i dytë. Njeriu lind i lirë, Zoti e ka krijuar të lirin njeriu. Këtë thotë ai. Dhe e treta është kërkimi i lumturisë. Nuk është lumturia, po është kërkimi i lumturisë. Ne mund ta diskutojmë edhe për 100 vjet, mund vjedhë 500 vjetori, mund të jemi këtu për ta diskutuar këtë, po kërkimi i lumturisë do të thotë që dikush ta kërkojë lumturinë sipas mënyrës që ai mendon se duhet të arrijë. Dhe nuk duhet duke zbatuar gjitha ligjet në fuqi. Nuk të garanton lumturinë, por të garanton faktin që ti mund ta kërkosh atë. Lumturia është koncept tjetër, domethënë vështirë të arrihet në këtë lloj bote. Pak për këtë shprehjen, të gjithë njerëzit janë të barabartë, janë krijuar në lloj. Këtë mund ma shpjegosh pak më mirë, se sidomos ta të lindjes mendojnë se si në kohën e socializmit jemi të barabartë. Pra s'ka të bëjmë me të. Që janë krijuar një lloj nuk do të thonë që do të jenë të barabartë. Është një diferencë shumë e madhe. Krijimi është gjë tjetër. Krijimi është gjë tjetër, barazia njerëzore është diçka tjetër. Domethënë, që janë krijuar një lloj, s'do të thotë që do të jenë të barabartë, se domethënë starti është i njëjtë. Si njeri, çdo formë, çdo bebe, çdo njeri i cili është krijuar ka të drejtën, është krijuar nga Zoti, është krijuar një lloj, nuk është krijuar si qenie njerëzore. Aty fillon starti. Tani, se ç'bën kjo qenie njerëzore kur rritet më vonë, atëherë shfrytëzon mundësitë e veta për ndjekur një rrugë ose një tjetër. Aty në këtë jetë mund ndodhi pabarazia, sepse dikush zgjedh që të bëhet filozof. Dikush tjetër zgjedh që të bëhet Elon Musk. Filozofi dhe Elon Musku nuk do jenë të barabartë në të njëjtën kohë. Sepse natyrisht Elon Musku do jetë shumë herë më i po e marr Elon Musku si shembull, ke parasysh? Jo se shembulli që duhet ndjekur jetë në gjithë aspektet, po them, dikush zgjedh një rrugë dhe dikush zgjedh një rrugë tjetër. Që në startin e tyre njerëzit duhet konsiderohen një lloj dhe atyre duhet t'u jepen të drejta, të barabarta. Kjo është koncepti që Jeffersoni hodhi. E gjithë kjo shkon tek ideja që ne si qenie njerëzore nuk kemi ardhur rastësisht në këtë botë. Nuk jemi pjellë e rastësisë. Këtu ka edhe debat madh, nëse ne ndjekim Shtetet e Bashkuara, është debati për abortin, okay? Zakonisht konservativët thonë që kjo është vrasje, okay? Sepse ti po i jep mundësinë, të gjithë njerëzit janë krijuar një lloj, po i heq mundësinë asaj qenie e cila formohet në barkun e gruas për të jetuar, për të patur të njëjtit shanse që ti kishe. Nga ana tjetër është grupi tjetër që thotë që gruaja ka drejt që të bëjë çfarë do me trupin e saj. Shkojmë në një koncept tjetër që nuk mund ta zgjidhim sot, se ka zgjidhur as Roe versus Wade, as mbas 60 ca vjetësh jemi pothuajse që nga 73-shi jemi pothuajse në të njëjtin nivel, por ky është koncepti. Domethënë, njerëzit janë krijuar një lloj, duhet të kenë drejta të barabarta përpara ligjit.
duhet të garantohet liria, askush nuk mund të dikujt nuk mund të merret mund të jetë skllav. Kjo sjell një koncept, një problem shumë të madh në historinë amerikane më vonë, sepse më të vërtet kjo thuhet, po praktikisht në realitet këto drejtat barabarta ishin vetëm për të bardhët. Okej. Në jug, në këto shtete e jugut, Karolinat, Georgia, e tjera, e më vonë ku erdhi Florida, Mississippi, Texas, Louisiana, atë ishte një pjesë popullsie e cila nuk ishte drejtat barabarta. Këtu qëndron ajo lloj dileme. Nga njëra anë, në letër të drejtat ishin barabarta, por këto drejta ishin barabarta vetëm për pjesën më të madhe të popullsisë. Në atë kohë ishin rreth 20% ishte afrikano-amerikane, që kishin ardhur këtu jo me dëshirën e tyre. Kush janë etrit që themeluan Amerikën dhe çfarë rreziku morën ata duke frymosur deklaratën e pavarësisë? Të gjithë njerëzit që nënshkruan deklaratën e pavarësisë të Shtetit Bashkuara kanë pasur fate të vështira më vonë. Dhe shumë prej tyre kanë humbur familjet, u burgosën, ka raste të cilat u burgosën fëmijët e tyre në vend të tyre, por megjithatë ata ishin jashtëzakonisht vendosur për atë që bënin. Rasti më i njohur që është rasti i Lewis Morris, i cili ishte pronar i madh dhe kur vllai vet, një general në Ushtrinë Britanike, po i thoshte që mos ta nënshkruante deklaratën e pavarësisë, sepse ai do humbte shumë, do kishte shumë konsekuenca, ajo përgjigjet me fjalët, në djallë konsekwencat, më sill penën që të nënshkruaj. Edhe në fund fare ai, domethënë, përfundimi i tij në kuptim ose tjetër, reflektoi atë që shërbëtori thoshte, domethënë ai pati konsekwenca të mëdha në jetë edhe humbi edhe pasurinë edhe domethënë, por ideali si rezultat i asaj që bëri, po si bilet vllajin e kishte në Ushtrinë Angleze. Tani, kush ishin etrit themelues? Etër themelues në kuptimin e përgjithshëm janë të gjithë ata të cilët morën pjesë në këtë revolucion, sidomos ata që morën pjesë në konventet konstitucionale, në cilën u formua kushtetuta e Shtetit Bashkuara. Po edhe ata që morën pjesë në Kongresin Evolucionar, në 2 kongreset të cilat u bën në Pennsylvania, dhe këto janë kongreset të cilat u vendos se si do shkonte kombi, si do ta luftonte Britaninë. Në fillim fare, ata i dërguan mbretit anglisht, dërguan një deg ulliri, deg paqeje. Ai nuk e pranoi, mbreti George se pranoi, atëherë edhe në gjithë pasojat e tjera, sepse ai kujtonte se këta i kishte kollaj, mund t'i sundonte kollaj. Në të vërtetë jo. Kështu që etër themelues janë gjithë ata njerëz që kanë marrë pjesë në këto konventa, në këto kongreset që bën Pennsylvania. Të treja janë bën Pennsylvania, bën Philadelphia. Dhe mes tyre kishte njerëz për shembull, njerëz të jashtëzakonshëm. Benjamin Franklin për shembull, që ishte më i vjetër më se këta. Ky është themeluesi i Rrugëve Pritësit, është ai që ka figurën ke $100. Që këta Big Face 100, okay? Big Benz, Big Benjamins, Benjamin i madh. Ky vazhdimisht u thoshte atyre, se ata ishin më të vegjël se ky dhe ky ishte karakter shumë i rrallë. U thoshte që ata duhet të shkonin dhe ta mbaronin këtë punë, sepse kishte, domethënë, llogaritë, kur janë kaq shumë njerëz, gjithë secili ka mendime të tjera. Njëri mendon në këtë mënyrë, tjetri mendon në mënyrë tjetër. Po ky ishte si shtys kryesore dhe këta e shikonin si patriarku, si njëri tek i cili këta mund merrnin një det dhe ta dëgjonin. Domethënë, ky ishte një bile, ky kur ka dal nga Pennsylvania, domethënë në një nga ato shëtitet e tij në Philadelphia, një grua në rrugë pyeti, zoti Franklin, çfarë na dhat? Dhe ky i përgjigjet, një republik nëse mund ta mbani, a republic if you can keep it. Domethënë, kjo është mënyra se si ne do shkojmë. Por ka edhe shumë njerëz tjerë, për shembull John Adams, i cili ishte i dyti mbas Washingtonit, presidenti i dytë mbas Washingtonit, Patrick O'Henry, e tjera. Por kur flasin për një rreth të ngushtë, atë janë 4 veta të cilët quhen etrit themelues. Dhe këta janë George Washington, presidenti i Konventës Konstitucionale dhe gjithashtu edhe kryekomandanti i forcave të armatosura. I dyti është Thomas Jefferson, njeriu për cilin folëm. I treti është James Madison. James Madison është babai i kushtetutës. Është ai që ka shkruar kushtetutën. Dhe i katërti është Alexander Hamilton, i cili është sekretari i parë i thesarit në historinë e Shtetit Bashkuara,
njeri jashtëzakonshëm, qofse dikush e ka parë atë Hamilton që e ka bie edhe në Broadway, ajo për shkruar në jetën e atij. Këta 4 njerëz, në një mënyrë ose në një tjetër, janë ata që mund të quhen mbajtën barrën kryesore të themelimit të këtij shteti. Washingtoni me drejtimin e tij, me drejtsinë e tij, Jeffersoni me vizionin e tij, me oratorinë e tij, me aftësinë e tij për të shkruar, për të artikuluar, James Madisoni me vullnetin për të studiuar dhe për të nxjerrë nga e drejta romake, nga e drejta britanike, nga gjitha të gjërat e tjera, atë koncept, domethënë ai mbante shënim çdo gjë që shkruaj, ishte studioz deri në fund. Dhe ai e bëri kushtetutën. Dhe pastaj Alexander Hamiltoni për mençurinë dhe maturinë e tij, që i jepte gjëra, dha gjëra, të cilat për shembull Hamiltoni është kryetari i asaj partisë parë që quhet tu, që është Partia Federaliste. Jeffersoni është kryetari i partisë parë që ishte Partia Antifederaliste ose më vonë u quhet Partia Demokrate Republikane. Që vazhdon sot me Partinë Demokratike, është partia e vetme në historinë e Amerikës që fillon që nga fillimi dhe vazhdon deri sot. Ndërkohë që republikanët e formuan në kohën e luftës civile me Lincolnin. Tani, të gjitha, sidomos Jeffersoni, Madisoni, se Washingtoni mund ta sqarojmë më tutje. Edhe Hamiltoni punuan së bashku në mënyrë që ata ta krijonin këtë shtet. Për shembull, Amerika në fillim s'kishte financa fare. Nuk kishte financa. Kishin marrë borxh që të luftonin. Dhe u desh që të vinte Hamiltoni. Hamiltoni ishte njëri që kishte lindur në Karaibe, në ishullin Nevis. Erdhi këtu në Amerikë, nuk e njihte teatrin jetë, e ama i vdiqerët, u bë avokat jashtëzakonisht i njohur dhe ai formoi këtë koncept. Kontributi i tij është jashtëzakonshëm. Ai ra dakord që në mënyrë që të kalonte kushtetuta e Shtetit Bashkuara, ra dakord me Jeffersonin që Washington DC, District of Columbia, bëj kryeqytet. Në mënyrë që të kishte përkrahjen e Washington e Jeffersonit dhe të partisë antifederaliste ose demokratë republikane, ai dha Washingtonin që ishte në jug në mënyrë që Jeffersoni të përkrahte kushtetutën. Domethënë që dyja partitë binin dakord. Kështu që këta janë ato 4 figurat më të mëdha. Të 4 të jashtëzakonshëm edhe të 4 me shumë lere.